Brother Radio. Mi mbrëma të ndërër dëgjues të Top Albania Radio. Jemi live në Big Brother Radio me mua, Atalanta Kërçykun, nga 9 të premte në orën 20. Për të gjithë ju që jeni në shtëpi dhe dëshironi sërish të na dëgjoni dhe të na shikoni, mos u shqetësoni, mjafton të hapni kanalin numër 10 në digital dhe aty do të mund të na keni me zë dhe me figurë. Dhe ja tek jemi duke biseduar për Big Brother. Sot nuk kemi të ftuar në studio, por do të kemi të ftuar të lidhur në një telefonat. Do të kemi një gazetare të showbizit, një mikesh të emisionit tonë, e cila vjen shpesh për të na dhënë të vërtetat e saj pak pikante, pak të drejtë për drejta, por gjithmonë të vërtetat e saj. Sot do të kemi të ftuar Enida Imaj. Enida është një ndjekëse shumë e rregullt të Albania Radios dhe vazhdimisht mbaj mend kur më shkruan çdo herë pas çdo emisioni, Atalanta, ç'ishte kjo, ç'ishte ajo. Dhe ja tek e kam tani. Të më korrigjoj live drejt për drejt. Enida, më dëgjon? Patjetër mund të më biesh. Po nuk është ta mama ashtu. Jo, nuk është ashtu. Mos trego gjithçka tash sepse nuk na dëgjon njëri përveç ne dyja. Enida, pak orë na ndaj nga nominimi i fortë i sotëm. Si kanë qenë këto ditë? Kanë qenë ditë relativisht me shumë pikpyetje dhe e kam parë të reflektuar tek tërthuese të gjithë banorët, edhe ata që këtë nominim po themi ishin disi më larg se të tjerat. Është në një pikë që loja realisht po bën ato llogaritë e finales, ndoshta edhe të fituesit. Megjithatë, ky është nominimi, mendoj unë, ndër më të fortët që ka parë ndonjëherë gjithë Big Brother-ët bashkë, sepse kam përshtypjen publiku, banorët brenda, komentuesit në rrjetet sociale janë disi të paqartë se kush dhe pse duhet dalë nga shtëpia. Në shtëpi e reflektuar, kam parë që gjithkush nga banorët ka kërkuar të marrë atë copëzën e vet nga ky nominim i fortë, që besoj që sonte do të jetë një natë që do reflektohet më së miri gjithë dinamika. Për cilë banori duke folur kur thua që dhe banorët e tjerë janë përpjekur që të marrin copëzën e vet? Absolutisht që të gjithë kam parë shumë përfshirë Nikol, është e kot themi Rogerti, sepse Rogerti përfshihet kudo. Kam parë shumë të përfshirë Shndritin, që është në mes të këtyre dinamikave të fundit, Juela po ashtu, pra të gjithë banorët kanë komentuar, kanë aluduar, kanë qenë afër nominuarve, herë si miq, herë si në përballje disi më të ashpra, pra kanë qenë të gjithë banorët e përfshirë për të kapur ato primin me tyre. Përse mendon se dy protagonistët e këtij nominimi kaq të fortë kanë qenë disi më të tërhequr? Nuk e di nëse arsyeja pse Mateo është i tërhequr është Brikena, sepse në këtë pikë nuk jam shumë e sigurt për të. Senaldon e kam parë që ka pasur disa episode, megjithatë si një nga individët që është në nominim aq të fortë dhe ka pasur vetëm ato përplasjet me tonet e moderuara si di Senaldo t'i bëj. Më duket se po përpiqet që të imponojë atë strategjinë e vet, që shiko se ky nominimi i shpëton, këtë Big Brother e fiton edhe duke mos ngritur tonet. Të dy djemt e kanë bërë atë pjesën e lojës vet, kanë tani atë bazën e ndjekësve publikut që e pëlqen, dhe kam përshtypjen se të dy e kanë lënë betejën në rënje të lirë këto ditë. Enida, do vazhdojmë të bisedojmë sërish në pjesën tonë të dytë. Kemi një shkëputje të shkurtër publicitare për të rikthyer sërish në studio. Big Brother Radio. Max Optica, gjithmonë e para në stil. Zbuloni koleksionin e ri Spring Summer 2026 të syzeve të diellit. Trendet më të fundit nga markat më prestigjioze. Aty ku dizajni modern, teknologjia dhe komoditeti bashkohen perfekt. Këtë sezon gjeni modelin që flet për ju, elegant, sportiv apo bold. Zgjedhja është e juaja dhe lajmi më i bukur. Deri në fund të muajit përfitoni deri në 50% ulje në të gjitha modelet e syzeve të diellit dhe optike për femra. Na vizitoni në dyqanet e Max Optica ose porosisht lehtësisht online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Rikthehemi miq në Big Brother Radio me Enidën. Enida, më dëgjon? Po. Po bisedoni pak më parë dhe më the për një ashpërsim të Stenaldos. Këtë ashpërsim e lidh me nominimin, besoj? Patjetër që po. Thash, Stenaldon e kam parë në disa debate dhe në disa përplasje më shpesh se javë të tjera. Gjithmonë ka ruajtur ato konturat e asaj që përfaqëson, megjithatë kam parë që ka hapur më shumë fronte dhe është treguar më i ashpër.
Patjetër që Stenaldo në këtë pikë, një nominimi me Mateon që ka dalë disa herë preferuar, i trëmbet dhe mendoj që kanë zgjedhur disi ato ktetrat. Po banorët e rinj, për shembull Edisa, Nikol, Shndritin, si ke parë? Më pëlqen shumë pozicionimi i Shndritit në lojë. Është një djalosh që e kupton lojën, e ka ndjekur, e ka peshuar aleancat, është përpjekur që të krijojë atë individin e tij aty brenda. Edisa është disi e ashpër duke qenë se është pozicionuar nga ky grup i zjarrit i Rogertit, po themi. Ndërkohë që tek Nikol, të them drejtën, nuk është se kisha shumë pritshmëri në fillim, po e kam parë që e ka kuptuar edhe ajo se si luhet loja edhe është ashpërsuar disi. Ke të favorizuar nga këto tre banorë të rinj, le të themi? Në këtë pikë mendoj që Shndriti. Shndriti. E di që Shndriti ka qenë një mik i emisionit ton dhe i ftuar shumë shpesh në emisionin ton. Pra, pothuajse le të themi sa ty. Imagjino të ardhmen të futet Enita dhe unë të jem përsëri duke komentuar. Unë po, Enita ka qenë e ftuar shpesh tek ne. E njifte lojën shumë mirë. Nuk i dihet. Nuk të dëgjova? Nuk besoj se është ky rasti, por nuk i dihet. Nuk i dihet, never say never, po imagjinoj kështu. Enita e njifte lojën shumë mirë. E analizonte perfekt. Ndërkohë, kam përshtypjen se Shndriti dhe gjithë ne gazetarët që merremi me këtë punë, patjetër që e njohim lojën. Nuk e di se si e luajmë aty brenda, por për ta njohur e njohim shumë mirë pak. Po, edhe Shndriti është i profesion në gazetari. Atëherë, ndërkohë që regjia përgatit video numër 1, kemi video në cilën Nikol ka pasur disa deklarata të forta, le të themi, ndaj Juelës. Do të ndjekim videon dhe më pas ta komentojmë sërish në studio. Teksa video bëhet gati, ndërkohë ne do të shohim ose do të analizojmë Juelën, Rogertin, se si shikon më shumë, si miq, se video është gati dhe pastaj bisedojmë sërish. O ignorancë dhe jeta e kupton apo jo? E kupton apo jo? Fakti, që ti në qoftë se je aq besnik, as duhet të shkojë në mendje të pëlqesh që femër tjetër, në qoftë se je aq besnik sa ke veten tënde. Po ti nuk e bën vetë, se ke atë unazën në gishtë dhe ke gruan aty në shtëpi. Po për pikërisht pra po të jesh tek 20 sekondë të kemi marrë vesh që dakord me këto gjëra. Ty të kemi marrë vesh që je dakord të shkatrosh familjen. Nuk është ironi, jo. Nuk është ironi. Ironi me gjëra të tilla. Ironi me gjëra të tilla. Ironi me gjëra të tilla. Mirga. Se sa kupton Selim. Mirga. Selim. Se do të shkatroj familjen. Mirga. Se nuk ka kupton Selim. Ka drejt Nikoli, ka drejt. Enita, si të duket kjo... Do më lejosh pak të qëndroj. Të lejoj pak si shumë të qëndrosh. Qëndroj, Enita, qëndro. Realisht femër, edhe si njeri medias, më vjen keq që shikoj një vajzë vetëm 23 vjeç, e rritur jashtë, me një kulturë që duhet ishte perëndimore, të flasi me gishta në vesh dhe me atë fjalor. Prisja që të kishte një model disi më ndryshe, përfaqësonte disi më shumë rinin edhe atë kulturën e gocave të rritura jashtë e open mind, por të shikoj Nikol që kaq pak merret me familje dhe me ato ulërima dhe nuk është e konsumuar në lojë që i ka humbur dhe durimi, nuk realisht si publik, po dhe si gazetare nuk është se më pëlqen dhe më vjen keq që është kjo loja që ka zgjedhur, sepse me hyrjen e vet me atë tipin e specit djegës kur hyri më pëlqeu, ndërsa tash e shikoj që më shumë po bën lojra për të tjerët se sa po tregon se kush është. Dhe për dikë që do të nisë një karrierë në Shqipëri, qoftë me modeling, qoftë televizion, nuk mendoj që ky është një model i duhur. Asnjë nga paraardhësve të saj në Big Brother atjera, po qoftë edhe te ky, nuk i ka hecur kjo formulë dhe as Nikol nuk do t'i hec. Paktën për të ardhmen në afër mbrapa Bigut. Deklaratat e saj ndaj Juelës të duken pra të pabaza dhe të pa një fron në cilën mund të mbështeten për të deklaruar. Mendoj se ka pasur do pak të drejtë në lidhje me këtë, jo vetëm për qasjen ndaj siç thatë me duar në vesh. Për raportin Juela Rogert mund të flasim gjithë ditën. Për mënyrën e thënë është shumë e shëmtuar. Atëherë Juela Rogert janë miq me interesat forta në lojë që kanë përshtypjen nuk do ta mbyllin Big Brotherin e tyre pa u përplasur ashpër. Unë mendoj dhe përjashtoj një flirt mes tyre sepse
Juela nuk më duket fare femra që preferon tipa si puna e Rogertit, nga ana tjetër një burr që i mbush syt me lot sa herë që i përmendet gruaja, nuk mund të flirtojë aty brenda. Paktën kështu e shikoj unë në atë dellin tim romantik të paktën, nuk e di. Pra nuk i shikon as pak si diçka më shumë se sa miq? Le të themi alate në lojë kuptuar. I shikoj si më shumë se miq, i shikoj si dy armiq të heshtur. Pra më shumë se miq të heshtur. Jo, më shumë se miq i shikoj si dy armiq të heshtur. Armiq të heshtur, ndjes, armiq të heshtur. Okej. Pra ti po thua që ato do vinë një pikë lojë në cilën do të kenë një konfrontim me njëri tjetrin. Patjetër. Po Selin Miri, në çfarë Okej, ndjes? Vazhdo. Jo, po thoja që në një moment Rogerti do ta hedhë Juelën, ndoshta për Brikenën, mendoj unë. Për Brikenën, përse kjo? Përse ky Po. Kjo dhe hedhje për shkak. Dhe pse pikërisht Brikena? Sepse Rogertit i duhet Brikena për të balancuar pak atë të qenurit të Rogert, plus që i duhet edhe një imazh disi më i pastër krahasim me Juelën që disa herë është sulmuar për gjuna ashpër për akuzat, çfarë edhe për tonë lanë. Plus një aleancë me Brikenën do të thotë një aleancë ndoshta me Mateon dhe me Fëndritin. Dhe ai po kërkon të gjejë ujëra të tjerë për të lundruar, le të themi, një krahasim të tillë. Patjetër. Ai është Rogerti, ai jeton për atë. Ai jeton për të lundruar në këto ujëra. Selin Miri, në çfarë pike i shohim në këtë pikë të lojës? Selin Miri unë i shikoj në dy pole të kundërta, por që asnjë interes për momentin që të përplasen me njëri tjetrin, as të bashkohen, pra janë totalisht në lojën e tyre të qetë dhe kam përshtypjen që e përjashtoj jo një bashkim të tyre, po dhe një konflikt të tyre mendoj që nuk do mbante më në këtë pikë lojës. Mendoj që nuk do të ketë kursesi një konflikt? Është shumë e konsumuar. Nuk do ketë kursesi një konflikt as në të ardhmen te këto? Jo, patjetër që mund të ketë përplasje të vogla mes tyre, por kryefjala e lojës së tyre nuk është më një konflikt ballë për ballë me njëri tjetrin. Unë edhe Selin edhe Miri edhe unë e dim që tani më kjo nuk mban më në publik. Pra ata çka kishin i kanë thënë mes njëri tjetrit me të tjerët. Mendoj që Selin dhe Miri po përpiqen ta bëjnë lojën sa më larg njëri tjetrit, duke pasur sa më pak kontakt me njëri tjetrin dhe çfarëdo lloj kontakti mes tyre nuk pëlqehet më as nga publiku, sepse rikthehemi në javën 1 të kësaj loje që kemi thënë dhe stërton tek kërfati famshëm. Pra ato janë më të fortë veç e veç se sa mund të ishin më të dobët. Veç e veç. Nuk do ta thoja tamam kështu, mendoj që Selin është më e fortë vetëm se sa Miri është më i fortë vetëm. Dëgoj, gjej përgatit video numër 2. Po thoj për Miri ishte më i fortë me Selinën, ndërsa Selina ishte më e dobët kur ishte me Mirin. Mendon që pjesa e krevatit ishte fati Selinës për të katapultuar në këtë pikë, apo mendon që ajo gjithsesi do të arrinte në këtë pikë kurse si në çdo lloj versioni të lojës së Jo, nuk do të arrinte. Absolutisht që Selina ishte një vajzë shumë premtuese dhe kam qenë e ftuar në emision të Club kur e kam thënë që në javët e para që nëse ka një primadon ky Big Brother, ajo është Selin. Megjithatë ishte situata e krevatit dhe Miri, ai që e faktorizoi Selinën dhe lojën e saj, dhe karakterin e fortë që ajo tregoi e shpalosit si partnerja e Mirit dhe në krevat. Nëse nuk do ishte ajo një karakter shumë i fortë, ishte edhe Lorna për shembull. Nuk arriti të shpëtonjë një nominim të fortë. Që kështu absolutisht Selin nuk do ishte kjo që është sot, nëse nuk do ishte situata e krevatit, dhe nëse ai djalin krevat nuk do ishte Miri, sepse nëse ai djalin krevat do ishte nuk di një emër tjetër që tani ka dalë nga Bigu që është ndoshta Angelo ose nuk e di, kjo situatë nuk do bëj kaq e madhe, po ishte Miri që jashtë kishte një bazë fansash, ishte dhe moshë e madhe dhe ishte dhe një nga pretendentët që ne mendojmë që mund të ta fitonte, paktën në fillim, në javën e parë. Ne do rikthehemi do rikthehemi në pjesën tonë të tretë, kemi një shkëputje të shkurtër publicitare. Big Brother Radio.
në kërkim të apartamentit tuaj ideal me standardet e larta ndërtimi dhe kushte fleksibël pagese, Lita Construction është zgjedhja që bën diferencën. Lita Construction ofron apartamente moderne 1+1 dhe 2+1 të konceptuara me kujdes në çdo detaj, cilësi e lartë në çdo element, materiale premium të përzgjedhura, izolim maksimal termik dhe akustik, dritare cilësore dhe instalime moderne, planimetri funksionale me ndriçim natyral optimal. Apartamentet Lita Construction janë ideale, mundësi fleksibël pagese, financime bank pa kolateral ose pagesë me këste direkt pranë kompanisë. Ne e bëjmë procesin më të thjeshtë, më të sigurt dhe më të arritshëm për ju. Zgjidh cilësinë, zgjidh sigurinë, zgjidh të ardhmen me Lita Construction. Enida. Po. Enida moj. Nuk e di më dëgjon? Po të dëgjoj. Tash të shtoja këtë dhe moj në fund. Atëherë, ishim duke biseduar pak më parë në lidhje me Mirin dhe Selin, të cilët ne i argumentuam si kush është më i fortë në rast se do ishim veç e veç, apo dhe kush do ishte më i bashkuar në rast se do ishim kush do ishte më i fortë në rast se do ishim më të bashkuar. I tham këto tani kemi video numër 2, e cila video është gati, besoj nga regjia, në cilën Selini ka thënë Miri që ti të rishesh kollaj nga hundët. E vërtet apo jo? Do ta ndjekim, do ta rikthehemi sërish në studio për ta. Bajti vetën loj, duhet më ndal kundra, kur ne shkoj mirë. Jo, mërë, jo, një gjë që thot, ore lere këtë mërë, një gjë që thot, më të dhash një situatë, unë thot ky, se ti s'ke situatë. Se po unë e vlerësoj vetën, nuk jam në sitet që... erdi këtu me djepo situatë me majmun loj. Po qa interes ti ke ti që unë trin loj, orë të tri. Orë ti du të dzirësh jashtë. Ja pra, do. A do me dëgju. A do me dëgju. Jo, prit veç pak, Selin. A do me dëgju pse? Me mua. Ai unë trin loj për këtë që këtë këtë situatë për mu? Lojën ati. Për lojën e kujtë, po pse me mua, mërë, se unë ka maru Se ti e Rodja, ti që ka një eksperimentale. Do të thotë që ju krijoni situata, se ju të situata me mua pra. Se s'keni situatë tjetër. Interesi jam. As ti, as ky. Interesi jam. Me që me tregu, me këshë Ndërkohë regjia përgatit video numër 3, ndërkohë që unë dhe Enida argumentojmë në studio. Enida, si të duket kjo deklarat e Selin? Ti të rishesh lehtësisht nga hundët. Më duket shumë e sinqertë si deklarat. Përse? Mendoj që vërtet ai të rishet kollaj nga hundët? Sepse Selina e ka bërë me Mirin atë dhe është konstatimi i saj dhe është e drejta saj mbi të gjitha që t'ia thot në debat, në sy të ortakut të tij që doli nga vetja me këtë fjali, po në fakt është fakt. Fillimisht u mor sikur Miri po krijonte një strategji për Selinën, por në fakt ishte Selina që nëse e kapi atë strategjinë e Mirit, e përdori më së miri dhe përdori edhe Mirin. Më së miri për të lojë. Që kështu po, Selina ka tërhequr Mirin. U tha në sy të Rogertit për t'i vënë në dukje ndoshta Mirit që edhe Rogerti po bën një gjë me ty? Nuk besoj. Apo ishte vetëm në kuadër të lojës së saj me të personalisht? Absolutisht, ajo kishte për qëllim thjesht që t'ia vinte në dukje që unë kam tërhequr, por mendoj që Selinës nuk i intereson fare raporti që Miri ka dhe me Rogertin, sepse luftën me ta nuk e ka të përbashkët, po e ka veç e veç, e ka shumë individuale si luftë mes tyre, që kështu nuk është se në këtë pikë asaj i intereson që dy ortakët të bashkohen apo të ndahen lojë. Ndërkohë, ne do të shikojmë video numër 3, video në cilën kemi Brikenën dhe Mateon. Si shikojmë deri në këtë pikë lojës, le të themi. E ndjekim në rikthehemi sërish. Të martë një. Ma të rëmi, realisht rëmi, realisht. Kërdo t'ia? Realisht rëmi. Kërdo t'ia? Realisht rëmi. E ka me mund. Nëse të përë të më pësë. Oj. Enida, përse frenohet Brikena dhe nuk mendon që është gati, domethënë, për të thënë puthjen e shumë pritur për të gjithë ne?
Nëse do doje një përgjigje të sinqert, do thoja as nuk e kam iden fare se çfarë është duke bërë kjo vajzë. Me këto skena, me këto budalliqe, sinqerisht, domethënë nëse mendon që kështu mban audiencën varur, unë nuk e di, domethënë. Përse, nuk e ka mbajtur deri është bërë shumë e bezdishme kjo situata që ato rrinë e fërkohen gjithkohës dhe nuk ka puthje. Çfarë kuptimi ka e puth njeriu në qaf, në hund, në faqe, edhe nuk e puth në buzë. Domethënë, kjo është, nuk e di, nuk e kam idenë se çfarë do Brikena të fitoj me këtë, po kam përshtypjen se edhe ata që ishin të elektrizuar nga ideja që më në fund do kemi një çift dhe një çift të bukur në Big Brother, po lodhen që kjo historia puthjes është bërë bajate komplet. Tani më as ato nuk po e shpresojmë, po thua. Nëse s'besoj, nuk kam përshtypjen që të paktën si publik kur ta shikoj ato puthjen dhe them nuk ka më as njëjtin emocion, romanca kur ti ke parë ata goxha në romanticitet me njëri tjetrin dhe puthja na mungoka për të përfunduar të famshme lidhje. Këto nuk janë lidhjet e ditëve të sotme, këto nuk janë vajzat e ditëve të sotme dhe këto nuk janë histori që mbajnë në reality show apo dhe shoqëri ditë e sotme. Gjërat nëse ka kimi, funksionojnë, njerëzit lidhen, në mos e lëm për jashtë, po lëm për jashtë dhe këto prekjet, përqafimjet. Do vazhdojmë të flasim sërish në pjesën tonë të katërt, Lina, ndjes për ndërprerjen, por nuk kemi më shumë kohë. Do vazhdojmë sërish me Brikenën, Mateon dhe puthjen e famshme. Big Brother Radio. Rrudhat dhe njollat kafe nuk janë më një problem. Kjo është arsyeja pse gratë zviseriane përdorin setin Navala. Seti Navala Zviselënd është një rutinë plot me 3 produkte që zbut rrudhat dhe zbet njollat kafe që janë në javët e para të përdorimit si me magji. Kremi i ditës me SPF 50 hidraton dhe mbron gjatë gjithë ditës. Serumi me retinol vepron në thellësi për të eliminuar njollat kafe, ndërsa kremi natës ushqen lëkurën dhe eliminon rrudhat plotësisht. Rezultati, një lëkurë më e lëmuar, më freskët dhe dukshëm më e re. Navala është formulë zviseriane që të gjithë po e përdorin për të pasur lëkurë të pastër, pa rrudha dhe pa njolla. Navala Zviselënd fërmizuar nga kujtesi zviserian për lëkurën. Enida, ndjes për ndërprerjen pak më parë, por i ka puna këto punë. Atëherë, po bisedonim për Brikenën dhe Mateon dhe për puthjen e tyre. Shkurtimisht, çfarë lam pa përmendur? Besoj që për rreth puthjes i tham të tëra. Po, nuk mendoj që do jetë më surprizë, as diçka e shumë pritur kjo puthje që kështu. Mendon që jashtë kjo dyshe do të ketë një të ardhme, pse jo? Unë mendoj që kur dali jashtë, Brikena duhet të shikoj veten edhe të ketë kontakt me njerëzit e afërt, apo nuk e di se me çfarë ka ajo jashtë. Që të mundet të nisi një lidhje me Mateon, sepse nuk i shoh shumë tipat ngjashëm dhe nëse nuk ka funksionuar para 4 vitesh, nuk ka arsye pse të funksionojë tani kjo lidhje. Sa lojtare të duket Brikena? Nuk i shoh shumë të largët. Pra nuk është shumë të largët lidhjen në raportin. Sa lojtare të duket Brikena? Më duket shumë lojtare për atë që ka zgjedhur të përfaqësojë aty brenda. Që është? Sepse kanë kaluar disa muaj, po nëse i kthehemi Brikenës parë, Brikena hyri ndryshe, para hyrjes Mateos ai kishte një imazh populist, kishte një imazh të femrës që nuk i rreth më shpesh nëpër ekrane, jo, po dhe nëpër shoqëri. Pra ajo u desh që të vinte ndryshe, të përfaqësonte një femër komplet ndryshe nga shumica e vajzave aty ishin, paktën dhe sot nuk e dëgjoj më që ajo të bëj muhabete të tipit dua të jetoj me vjerrën, dua një shtëpi të madhe, dua të gatuaj për familjen, ndërkohë që të them drejtën e kam parë shumë rrallë gatuaj Brikena aty brenda. Që kështu mendoj që patjetër që është lojtare dhe është nga ato lojtare që do ta nxjerrë veten si një vajzë të fortë dhe me taban, kur i thot Shqipëria mesme, me rregulla të diktuara fort nga familja, por nuk mendoj që është e tillë. Personalisht, ky është thjesht mendimi im. Kush del sot Enida? Shumë pyetje vështirë kjo. Vemi drejt fundit, 2 minuta kohë. Shiko, unë mendoj që publiku e do shumë Mateon dhe mirë e bën sepse është del qytetar dhe
është pak ashtu modeli i djemve të sotëm. Jo vetëm për këtë. Edhe pse Elbasani është qarku madh, mund ta votojnë. Mendoj që Mateo është modeli i djalit të ri, po themi shqiptar, edhe kavalierit, edhe çunit king, pra edhe të sjellshmit. Por Mateo në këtë pikë ku jemi i ka dhënë çfarë ka pas për të dhënë në këtë Big Brother. Nëse sfiton Big Brother, ai mendon që do fitoj Brikenën, ndërsa mendoj që për kauzën, për atë që ka sjell edhe për forcën që po tregon aty brenda, Stenaldo meriton që sonte të shpëtojë nominimet. Pra meriton, por do të ndodhë, mendon që do të ndodhë kjo gjë? Pra dëshira Jo, nuk mendoj që do të ndodhë. Jo, nuk mendoj që do të ndodhë. Pra mendoj që do të largohet Stenaldo? Mendoj që po, Stenaldo sot është më i dobët në të nominim se sa Mateo, sepse Mateo e ka treguar që është një lojtar i fortë. Kemi një shpresë tek një bilet kthyese? kthyese? Stenaldo. Patjetër që po, pse jo? Domethënë nëse nuk e ka Stenaldo një bilet fati, kush tjetër duhet ta ketë aty brenda? Enita, po kjo do ishte shumë e bukur domethënë. Enita, të falenderoj shumë, ishe e mrekullueshme. Të falenderoj shumë dhe për çdo herë që thua po për Big Brother Radio, për mua dhe për të gjithë dëgjuesit tanë. Je shumë e këndshme. Është një kënaqësi. Faleminderit. Të lutem. Faleminderit. Miq, ishte gjithçka për sot. Ju falenderoj shumë që na ndoshët. Mos harroni do të mund të na gjeni edhe në YouTube. Pas pak jemi live me Big Brother me Ledi Oliçën nga Atlanta. Natën e mirë.